Këtu ti bësh disa punë të cilat janë shkak për fshimjen e gjunaheve, janë shkak për fshimjen e gabimeve. Dhe këtë pyetje çdo njëri prej nesh e kemi në kokë. Çka më bë për me fshi gjunahet? Çka më bë me dal prej kësaj bote pa gjunahe? Që është qëllimi kryesor i secilit prej nesh, me dal të pastër prej kësaj bote. Dhe Islami nuk ka ardhur me na vështirësu jetën. Islami, feja që ne e kemi, çka ka ardhur për me na lehtësu jetën. Islami nuk ka ardhur për me aprish dikujt rahatin, qetësinë apo lumturinë, përkundrase Islami ja sjell njerëzve rahatin, lumturinë, prehjen edhe qetësinë. Dhe janë disa nga punët të cilat Allahu te bareke ve taala na i ka mësue ose përmes Kur'anit ose përmes të dërguarit të tij Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe puna e parë që i fshin gjunahet, që i fshin gabimet, edhe nuk lën gjunën fare, është pendimi i sinqert. Me u pendue besimtari musliman për gabimet, për gjunahet që i ka bë në të kaluarën, me ndjekesh ardhje edhe çka me i çajt zemra. Me i çajt zemra për gjunahet që i ka bë. Sepse në këtë botë gjunahet fshihen me pendim edhe me lotët që dalin nga zemra. E kush nuk e bën këto, e nuk i djeg, nuk i fshin gjunahet me pendim edhe me lotë që dalin nga zemra, për shkak të pendimit sinqert, atëherë fshihen në botën tjetër. Fshihen në botën tjetër me zjarr xhenemit runa Zot. Pastaj e dyta që i fshin gjunahet prej punëve tona në jetën e kësaj bote është istighfari, me i kërku falje Allahut natën edhe ditën, me i thonë astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilej, astaghfirullah wa atubu ilej, që do të thotë të kërkoj falje o Allah edhe pendohem tek ti. Të kërkoj falje Allah dhe po pendohem, më falo Allah. E ai që i kërkon falje, ai e ka Zotin falës. Se sikur Allahut mos kishën falës të lutu sa dush, kërkoj falje sa dush, se nuk është falës, me qenë se Allah është falës i madh. E don falën, ka me të fal. Andaj Allahu te bareke ve taala thot: "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima." Që do të thot, ai i cili bën keq, aw yadhlim nafsa, ose i bën zullum pa drejtësi vetvetes apo të tjerëve, pastaj çka? I kërkon falje Allahu te bareke ve taala. Pra mos i ka bëu keq, mos i ka bëu zullum pa drejtësi vetes së vet, apo të tjerëve, i kërkon falje Allahut. Allahu çka po thot? E gjen Zotin e tij, e ka Zotin e tij që fal shumë. Pra të fal Allahu te bareke ve taala. Puna e tretë që bëhet shkak sebeb për me na i fal Allahu te bareke ve taala gjunahet tona, janë disa ibadete, adhurime të përditshme që i kryen besimtari edhe nga njerë harron që ato bëhen sebeb me ju fshi gjunahet. Po e zamër, una Zot, dikush prej nesh, prej namazit sabah që kemi falë sot, deri tash namazin e xumos, ka bo gjunahet. Kush i fshin çdo gjunahet prej sabahit deri në drek, deri në xumah, që ky namazit tash që kena me falë. Runa Zot, dikush tjetër ka gabuar diçka, mas xumos deri në ikindi, namazi i ikindis i fshin ato që janë bën mes drekës edhe ikindis. Namazi i akşamit i fshin ato gjunahet që janë bën mes ikindis edhe akşamit. Namazi i yacis i fshin ato që janë bën mes akşamit e yacis, dhe namazi i sabahut i fshin ato që janë bën brenda natës. Kjo nuk do të thotë që bëni gjunahe njerëz. Jo mos bëni, po nëse ke bën ndonjë lëshim, ke bën gjunahe të vogla, që to të voglat që to namazet i fshin. Për ata e ke pa, kur vjen koha namazet, besimtari musliman, çka ka qef? Kur vjen koha namazet, ai që është i përkushtuar, që është i sinqert në raport me Zotin e tij, çka ka qef? Të çon të falemi. Ka dalë bresa ka ku? Ja çon të falemi, se dikush e nin veten se ka një barr në ngarkesë. E kur të falet çka thot, alhamdulillah, tash e kryetëm. E dini pse? Se ka pas gjunahe, edhe kur të bësh ti ruku, kështu bjen poshtë, ato gjunahe të bien. Kur të bësh sejdë bien gjunahe, çdo ruku, çdo sejdë veç, edhe kur të falsh namazin, kur dilsh doket njeriu më i lumtur. Doket vetja që e lehtësuar. Doket vetja sikur je bot djalë i ri tash, se je pastru pe mëkateve. Pastaj përveç namazit që është rutinë, edhe këtë rutinë nuk e bëjmë sa për syje faqe, si punë rutinore, po është rutinë shpirtënore që ta kënaqë shpirtin edhe zemrën, pastaj edhe trupin.
Përveç namazit e kemi kënë, e kemi edhe sadakan, edhe sadakaja, lëmosha që japim në rrugën e Allahut, fshin mëkatet. Sadakaja të ndryshoj jetën për mirë. Sadakaja nëse kje smundje, shërën, nëse kje dhimbje, ti lecën, nëse kje halë, brenga, mërzi, ti kalën krejt. Nëse kje fatkeci, ta lecën me kalu fatkeci. Për ata dhe pejgamberi a.s. Qka i ka porosit besimtarët musliman, kur kanë edhe ndonjë të smur, dhe mjekësia bashkohore i qënë dur prej ti, ka thonë dawu me rdaku me sadaka. Shërën i të smurët tuaj me sadaka. Edhe ka njerëz që thot e kanë dhënë diagnozën e fundit që ky shërim nuk ka më. Pse ka kaluar në këtë stazë apo ku e diu në smundja. Mirë po, mas një kohë, 1 muaj, 5 muaj, 1 vjet, është shëruar, çu ka mundsi? Po se ka dhënë sadaka. E punëve që bëhen shkak sebeb, me na i fshi, me na i falë Allahu gjunahet, është edhe doja që ne e bëjmë për ato të vdekurin. Pra, i vdekuri ka shku tek Zoti, më lidhen besimtarët musliman. Sa ma shumë numër është e rëndësishme. Po më e rëndësishme është ata që janë aty. Sa shumë problem numri, po ata që janë me qenë çka? Me qenë besimtarë të devotshëm. Edhe bojnë do lutje për ato të vdekurin, ai duke qenë i vdekur aty para nesh xhenazja i falën xhenahat. Për shkak të duave, të lutjeve që i bojnë të gjallët për të vdekurin. Pastaj shkak për faljen e gjunaheve tona është shefati, ndërmjetësimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam për ata që kanë bërë gjunahe të vogla apo të mëdhaja, sepse çdo pejgamber që ka thënë Allah i ka dhënë lutje datë pranuara. Edhe ja u ka pranuar Allahu. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam, pejgamberi i fundit nuk ka bërë lutje. E ka lënë lutjen da'ën e tina për ata që kanë bërë gjunahe kur dalin para Allahut te bareke ve taala. Pastaj ka dhe shumë punë, po dhe kohë nuk kemi të me i përmend. Pastaj vllazën prej punëve që bëhen shkak sebeb, e kjo duhet me ungulit në kokat tona se me këto përballemi çdo ditë. Me këto punë që po i përmeni tash në fund, me këto përballemi çdo ditë. Dhe këto punë bëhen shkak, edhe pse ty nuk të pëlqejnë, që dal nga dal ti me u shkun prej gjunave, me ra gjunahet e tua, si kur gjethet, kur bien në sezonën e vjeshtes prej trupit të pemes. E keni po ka një, dhe mbetet pema pa asnjë gjethë. Qështu besimtari, i cili përballet me çdo sprova që do t'i përmendim, pastrohet prej mëkateve. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ma yusibul mu'min min wasabin, wala nasabin, wala hamin, wala hazanin, wala ghamin, wala edhen hatta shauketu yushakuha illa kaffara Allahu biha min khatajah. Që do të thot, çdo sen që godet besimtarin musliman, qoftë smundje, qoftë lodhje, qoftë halle, qoftë qimbrenga, qofshin mërzi, qofshin dhimbje, derisa edhe thera që hin kamën e tij, edhe i dhem kamba apo dora ku ka hi thera, të gjitha këto që i përmendëm, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, bëhen shkak, bëhen sebeb që t'i falen gjunahet besimtarit musliman. Kush prej neve sot nuk ka halle? Kush prej neve sot nuk është i brengosur? Kush prej neve sot nuk është i mërzitur? Kush prej neve sot nuk është me disponoj mirë? Kush prej neve nuk ka mërzi? Kush prej neve nuk ka dhimbje? Kush prej neve nuk ka smundje? Kush prej neve nuk ka sprova? Kush prej neve nuk ka fatkeqësi? Këto janë realitet. Andaj gjitha këto, smundjet, dhimbjet, hallët, brengat, mërzit, sprovat, fatkeqësit, të gjitha këto bëhen shkak nëse na bojmë durim që Allahu te bareke ve taala më na i fal gjunahet, edhe fundit që po e përmeni, e je fundit këtë se ka dhe shumë të tjera, po një që duhet çdo herë të lutemi edhe që të arrijmë atë është rahmeti, mëshira e pakufishme e Allahut te bareke ve taala. Nëse këtë që të tjera si kinë rregull, atëherë ke pas bindjen që ky Zot ty që adhuron dhe është i denjë, është meritori për adhurim, edhe është i gjithëmshirshëm, edhe ke shpresuar mëshirën e tina, në fund Allahu me mëshirën e vet nxjerr prej sprovave, nxjerr prej krizave, nxjerr prej belave në këtë botë, edhe në botën tjetër nxjerr prej zjarrit të xhenemit, runa Zot prej tij.